Shumë faleminderit. Më vjen shumë mirë që jemi sot këtu në Vlorë. Më vjen shumë mirë që ju shoh të gjithëve në një numër të pazakonshëm për një takim që nuk është një takim elektoral. Shumë mirë, po ashtu që e ndjej se çfarë ju ka sjell në këtë shesh përveç se thjesht edhe vetëm ditës lindjes së Partisë Socialiste, por dua t'ju them që sot erdha këtu drejt për drejt nga Tivati. Dhe gjatë gjithë kohës që kam qenë atje, kam menduar se si e ndryshon rrugën edhe të një vendi të tërë një moment, dhe se si një vendim i gabuar apo një sjellje e gabuar e atyre që vendosin mund të spostoj rrugën e të ardhmes nga një vend në një vend tjetër. Ishte era parë që shkoja në atë vend. Njerëz të familjes time, të afërm, shok, miq, kanë shkuar, më kanë ftuar dhe ata që janë andej, gjithmonë refuzoja të shkoja. Refuzoja të shkoja pikërisht se nuk doja të përjetoja atë që kam përjetuar dje dhe sot. Natyrisht që Tivati është një vend i bukur, por si Tivati, Vlora ka çdo gjë të saj. Dhe përpara se sa Tivati, i cili ishte një qytet me rreth 10.000 banor, ku nuk shkonin turist, sepse ishte një bazë ushtarake e kohës Jugosllavisë, dhe të gjithë e konsideronin si një bregdet të nivelit ullët. Erdhën në Shqipëri ata që e transformuan Tivatin në një vend që sot ka 5 milion turist në vit. Parafityroni një vend me 10.000 banor, tërësisht i braktisur nga shpresa e ardhmes që papritur të kthehet në vendin që pret 5 milion turist. Erdhën në Shqipëri diku nga viti 2009-2010 du të këtë qënë, ose për në ato vite, dhe gjetën këtu derën të mbyllur. Ju kërkuan pjesën, donin të bënin portin turistik Durrësit. Një burr vizionar nga Kanadaja, i cili pastaj u detyrua të largohej mbasi në mënyrë këmbgulse donte ta bënte në Durrës investimin e tij, sepse dhe kishte shumë të drejtë. Ishte i bindur që duke bashkuar portin turistik me amfiteatrin romak, amfiteatri më i madh që romakët kanë ndërtuar jashtë Romës, do krijonte një atraksion që do transformonte jo Durrësin, po do transformonte Shqipërinë. Dhe nuk e bëri dot në Shqipëri, e bëri në Tivat. Dhe në atë vend, në zonën rreth portit, në port dhe rreth portit, prona, vlera e pronës nga 400 euro për metër katror kur nisi historia, është 12.000 euro për metër katror.
ndërkohë që vlera e pronës në qytetën e Tivatit edhe në rrethina është 4.000 euro metri katror. Natyrisht, Tivati është burimi më i madh i të ardhurave të Malit Zi, i të ardhurave të shtetit, i të ardhurave nga taksat, i të ardhurave nga sigurimet shoqërore. Dhe Mali Zi është prej vitesh, edhe pse vendi më i vogël i gjithë Ballkanit Perëndimor, vendi me pagat më të larta, me shumë diferencë nga ne, kur ne morëm detyrën, hendeku ynë me Malin e Zi ishte mysybet. Dhe me diferencë nga të gjithë tjerët. Sot akoma Mali i Zi kryeson klasifikimin. Si ka mundësi? Si ka mundësi që disa të huaj që erdhën në Malezi, ndërtuan portin e Montenegros, ndërtuan një sër strukturash tjera hoteliere me 5 yje, ndërtuan turizëm elitar në Malezi, ndërtuan turizmin e të pasurve, ndërtuan turizmin e të huajve. Si ka mundësi që pa pasur bujqësi, Malezi nuk ka prodhime bujqësore, shumë pak, nuk ka bujqësi.